Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo ka reaguar ashpër ndaj ndryshimeve të fundit ligjore në ligjin për qeverisjen elektronike, të cilat pritet të miratohen nga mazhoranca në kuvend, duke i cilësuar ato si një hap që rrit mungesën e transparencës dhe rrezikun për keqpërdorim të fondeve publike. Sipas tij, amendamentet jo vetëm që nuk adresojnë situatën problematike në të cilën ndodhet aktualisht Akshi, por krijojnë hapësira të reja për korrupsion dhe shmangje të kontrollit institucional. Bozdo deklaroi se ndryshimet parashikojnë mundësinë që Akshi të hyjë në shoqëri të përbashkëta tregtare me palë private në emër të rritjes së eficiencës dhe profesionalizmit të shërbimeve, duke theksuar se modele të tilla shtet-privat sipas tij kanë dështuar më parë në administrimin e pronës publike në Shqipëri. Ai ngriti pikpyetje mbi mekanizmat e vlerësimit të aksioneve në këto shoqëri të mundshme, duke kërkuar sqarime se kush dhe si do të përcaktojë vlerën e pjesës që do t'i takojë privatit në rastet kur shteti zotron 51% të aksioneve. Deputeti i opozitës argumentoi gjithashtu se përmes këtij mekanizmi mund të shmanget sistemi i prokurimit publik, pasi fondet do të kalojnë tek kompania ku shteti është aksioner shumice, por ku një pjesë e konsiderueshme e aksioneve do të mbetet në duart e privatëve, duke reduktuar sipas tij transparencën mbi shpërndarjen e fondeve. Ai paralajmëroi edhe për rrezikun që të dhënat sensitive të qytetarëve të administrohen nga subjektet private, duke i cilësuar këto si të papranueshme, sidomos në ndërritjen e skandaleve të mëparshme të lidhura me sigurinë kibernetike. Në fund të deklaratës së tij, deputeti i bëri thirrje qytetarëve të reagojnë dhe të marrin pjesë në një protestë paralajmëruar më 20 shkurt, duke theksuar se sipas tij, reagimi shoqëror është i domosdoshëm për të kundërshtuar zhvillimet që ai i konsideron të dëmshme për vendin.